إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أما بعد فالمدنيمة dhe ladrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërgojë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi edhe më tej tek cikli I hutbeve o biri im, ose këshillat e Luqman Hakimit që ja ka dhënë djalit e tij. Këshilla e radhës prapë është këshillë e shkurtur në dukje, në shkrim, në lexim, mirë po është këshillë përmbajtësore, është këshillë jetësore, në të cilën këshillë prindi I mëshëm e edukon evladin e vet që të ketë kujdes mos ta njollos moralin e vet dhe karakterin e vet me gjëra që nuk I kanë hije me I pas prezent muslimanit dhe me gjëra që e hidhrojnë Allahun Azza wa Jall. Luqman Hakimi një ditë I tha djalit vet: "O biri jem, kujdes babës nga gënjeshtra, nga se gënjeshtra është e shishme si mishi I zogut. Kush e kërkon atë, nuk I përmbahet dot pastaj asaj." Këshilla është shumë e qartë, shumë e kthjellë dhe e kuptueshme. Mirë po megjithatë, ka nevojë të zbërthehet se ka mundësi dikush e keq kupton, ka mundësi dikush I jap kahje negative kësaj këshille, ose ka mundësi dikush që nuk e kupton sa duhet. Luqman Hakimi tha o biri babës, që do thot njeriu kur dëshiron me këshillu evladin e vet, duhet me marrë me të mirë, me përgdhel, me ja thonë disa fjalë që ai ka marak: "Voglushi jem, më I miri I babës, zemra babës, ylli I babës", që njëherë me ja përfitu zemrën dhe psiqikën, e pastaj me këshillu atë. Kjo është edukata që Luqman Hakimi e ka përdor vazhdimisht kur ka dash me këshillu me diçka djalin e vet. Dhe këtë edukatë të tij e ka potencuar Allahu vet në surën Luqman. E pastaj edhe transmetimet kanë ardhur që kjo ka qenë forma e vazhdueshme e këshillimit të një prindi edukator drejtuar një djali të mëshëm. I tha Luqman Hakimi: "Kujdes biri jem nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra është e shishme si mishi I zogut. Kush e kërkon ato, nuk e I reziston fare pasaj asaj." Pse e mori këtë për ngjasim gënjeshtrën me mishin I zogut? Gënjeshtra haram, gënjeshtra mëkat I madh, mishi I zogut halal, mishi I zogut I shishëm. Pse e boni këtë krahasim? Me kallzu krahasimin real, unë nuk di se sa është I shishëm mishi I zogut, se kum hungër. Po flas nga njerëzit me përvojë që kanë shiju mishin e zogut dhe ulemaja që kanë spjeguar se përse Luqman Hakimi tha gënjeshtra është sikurse mishi I zogut, I ëmbël, I shishëm, dhe smujtush me bo sabër pa hongër, pa kërku prap apet. Ka thënë dietarët, Luqman Hakimi e ka përgjasu gënjeshtrën me mishin e zogut për dy arsye. Arsyeja e parë është se mishi I zogut për përgatitje, për konsumim është I lehtë. E han shpejt, nuk e rëndon barkun edhe t'jep energji pozitive. E gënjeshtra është e lehtë me përgatit, është e lehtë me përty për atë që s'ka karakter të fortë. Edhe gënjeshtra do thot është një farloj rrugdalje momentale që e largon njeriu nga kriza dhe rreziku I përkohshëm. Krahasimi I dytë, pse tha Luqman Hakimi gënjeshtra është
e omull si mishi i zogut, për shkak se mishi i zogut është i shishëm, është i këndshëm. Ata që kanë shiu kanë tregu, ndërsa kanë thënë dietarët, për atë që ka smur zemrën dhe u mësu gjua ati me gënjeshtër, ajo për epshin dhe nefsin e filan njeriut është e shishme. Dhe kur njeriu kënaqet, kur njeriu shijon diçka, nuk i reziston pastaj asaj dot, edhe nëse nuk ka nevojë për ushqim. Për shembull, ai i cili ka shiu mishin e zogut, ka thënë ulemaja, edhe ka ngrënë ushqim, është i ngopur, nëse shkon mysafir, edhe dikush ja servon mishin e zogut, e ka mundësinë me refuzuar, ka mundësinë me hongër, po problemi është i ngjitë. Çka bën? Nuk i reziston dot asaj për shkak se është e shishme, e lehtë për të konsumuar dhe nuk e ngarkon organizmin. Çështo është njeriu, ka njerëz ka nevojë me rajt, po çfarë shumë ju ka shishmu, çfarë omull gënjeshtra, çfarë shishme ju ka bën gjua ati me gënjeshtër, çka bën? Gënjen edhe kur ka nevojë, sipas atij, po edhe kur s'ka nevojë, non stop. E pastaj ti nuk e din kur të fole, a është urrejt, a ka për një me. Ka njerë e gjikon gabimisht, se po ma ki njeri është të folë, për një me është të folë. Po ti mësu me e pa të urrejt, edhe me ndonë që kjo është rëndësa ka Allah në rujt. Kjo këshillë Lukman Hakimit për në banë disa mësime. Mësimi parë është, gënjeshtra është prej mëkateve të shumtuara. Gënjeshtra është një ves i keq që nuk guxon me pas muslimanin karakterin e tij. Ma mirë kuçu në herë fole realitetin, skuqu para filanit, skuqu para alanit, se sa mu skuq para Zotit. Ka thënë Ibn Kaimi rahimahullah, ai i cili, fjalë e madhe është kjo, ai i cili skuqet këtë dunja para Zotit mos me rrejt, i vjen marre, Allahu ka mu turpru, ka mu skuq, ka mjarë marrë me denu këtë njëri ku dole para ti. Allahu akbar. Po më bu me kalzu realitetin e ka uq, dëmtona, fale, skuqu një herë, mire një denim një herë, mi po mos raj. Se gënjeshtra është ves i keq që i dhënë Zotin. Ka shku një njeri ka thënë, ja Rasulullah, a ka mundësi më ko muslimani të maqar? Ka mundësi. Ja lip kjerën me shku të në preshev, i dhimët. Ja lip një mjetë të shpia që e ka, i dhimët të maqar. So shmirë me kom, po, është pjesë e karakterit i insanit, gabon, kemi të meta, si jemi të përsosur. Mirë po kur ja kam përmend pejgamberit, a ka mundësi muslimani me qenë gënjeshtra? Ka thënë, jo, pse? Sepse gënjeshtra është mëkat që e i dhëron Zotin, edhe ja pa mundëson njeriut, Allah na rujtën me mohu fenë Allahut azza wa jall. Arsyeja e dytë, pse Lukman Hakimi ja dha këtë këshill djalit vet, të nderuar xhamat, baba i mëshëm e këshillon e vladin për gjërat të mëdha, jo gjërat vogla. Baba i mëshëm mos u qel për vladin e vet. Pse s'pe këshillon e vladin? Hala i ri 8 vjet, 7 vjet, nuk ka i ri. Qatëhera i ka nevoj për me përshkila tua, qatëhera ka nevoj me ndërtu personalitetin e ti. Se thmija, thonjë psikologët dhe mjekt, pi 1 vjet, deri 4 vjet, 5 vjet, shka veç absorbon, veç merë. Pastaj ato që e ka marë, kur t'i boje 5 vjet me dit, 6 vjet fillon me blujt. E pastaj që ato që e ka marë, edhe e blun, e qëtë ftyrën e vet, e qëtë synën e vet, e qëtë ngujën e vet. Psa ga u që thmija 6 vjet po shonë fliqt, se ka marë edukatën negative në familje, ndaj Allah, në shoqëri, e që ato që e ka umrana, ta është pe blun, hanes të qitos. Ku gjos ka qit, që kish ka po qet ta shkeq, që ka ma qit ma vonë Allah në rujt. Andaj Lukman Hakimi e ka këshillu e vladin se gënjeshtra është prej shenjave të munafikut, nifakut Allah në rujt. Pejgamberi sa më ka thonën, ayatul munafiqi arbaun. 4 shenja janë që filani është hipokrit. Idha hadatha kadhaba. Kur të fole, rren. Hobi e bon rrenën. Për dishmëria bon rrenën, Allah në rujt. A që hidhruat Allahu për ato që por rren, Zotin në rujt. Të ndërruar xhamat, pejgamberi sallam e pa një ditë një nan që përbdo më mashtru djallin e vet. Për thot, hajde të mami, se të mami kjo, so shfjall qipa, por ka një tripa, hajde të nana, qap diçka. E ka pas qëllimin veç me shti djalin mrena, se ka fillu mu bo terra ksham, edhe ka dash me mashtru me medikament që djali e ka qef. Pejgamberi sa më kur dul pijamis, e pa atë non, tha, më fala bon me të pi dyshka, tha, po ja Rasulullah. Shka i tha djali to mas akshamit, a i dha, thot po pse, thot shqyqyr që ja ki dhonë se ta Allah u shkrut gënjeshtër.
Andaj gënjeshtra ndalohet edhe kur bësh hajgare, ku të kallëzosh në thojza, pralla, edhe e dyta ndalohet kur e i thua vladit, bone ta jap këto, jepja se ki më shkujt Allahu gënjeshtar, Allah na rujt. E treta të ndruar xhamat, Luqman Hakimi e ka këshillu e vladin e vet këtë formë dhe me këtë përfundoi se Allahu e ka një qitap, e ka një regjistër. E ta i regjistër ja ki më shkrujt i drejt, ja ki më shkrujt gënjeshtar, ja ki më shkrujt munafik, Allah na rujt. Ja ki më shkrujt rëncak, ja i drejt, ja munafik. Tash ti llogarit e vetën te Zoti, a je gënjeshtar? Shikoje jetën tënde, a je munafik, Allah na rujt, ose a je i drejt? Argument. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Aleikum bis-sidq." Ju këshilloj me e folë të vërtetën. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Nga se të folurit e vërtetës ju udhëzon dhe ju shpije ka mirësia. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Ndërsa mirësia dhe e vërteta ju shpije në xhenetin e Allahut azza wa jall. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa iyyakum wal-kadhib." Tutuni Allahut mos rreni. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Nga sa rana gënjeshtra ju shpije në shturje. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Dhe sa shturja shpije në zjarm të xhenemit. La yazalu ar-rajulu yasduku hatta yuktabu inda Allahi siddiqa. Allahu akbar. Vazhdon muslimani ta thot vërtetën në shtëpi, në xhami, në rrugë, para pushtetarit, para advokatit, para krejve, derisa te Allahu të shënohet i drejt, i vërtet. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktabu inda Allahi kadhaba. Allah na rujt. Vazhdon njeriu të rrej, të dëshmoj rrejshëm para prindërve, në shtëpi, shkollë, në xhami, rrugë, në punë, para pushtetarit, para advokatit, derisa te Allahu të shkohet gënjeshtar. Aja çka është më e keqja, Allahu azza wa jall nuk ja spjegon, nuk ja sqaron rrugën e drejtë gënjeshtarit. Argument, tha Zoti: "Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Allahu nuk ka mundësi me begatu, me udhëzim rrugën e drejtë atë që e ka bosh shprehim gënjeshtrën edhe mohuesin. Elusmi Allahun që kjo këshillë e shkurtër e këtij njerit mëshëm dhe turp Luqman Hakimit të futet në mendjet tona, në praktikën tonë të përditshme. Elusmi Allahun të na ruaj nga ky mëkat i shumtuar dhe vesilik. Ta mësoj Allahu të jemi të drejtë në fjalët dhe veprat tona, ta folmi të vërtetën aty ku na konvenon dhe aty ku s'na konvenon, para atyre që kemi pushtet edhe para atyre që jemi nën pushtetin e tyre. Ta thomi vazhdimisht vërtetën që të Allahu të shkruhemi si njerëz të vërtet. Amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ni wa iyyakum fima qultu wa ma sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.